Pas kësaj videoje, askush nuk mund të të thyejë më, nuk është se nuk të lënduan, nuk është se nuk të rrëzuan, nuk është se nuk e ke njohur dhe shijuar fundin e errësirës, por çudia është. Ja ku je, jo vetëm që mbijetove. Ti u rritë. U zgjuar. U ndryshove, sepse dhimbja, në mënyrën më të egër dhe më të heshtur, të mësoj të mos jesh më ai që ishe. Të mësoj të mos kërkosh në sytë e të tjerëve atë që duhet ta ndërtoje brenda vetes. Të mësoj se jo çdo dorë që të zgjatet është dorë për të ngritur, disa duan vetëm të mbajnë poshtë. Ti tani ke kaluar një udhëtim që nuk shihet me sy, është një luftë e heshtur që ndodhi brenda teje. Askush nuk e dëgjoi klithmën që ti nuk nxorre. Askush nuk e pa natën që u rrokullise në shtrat pa gjumë, duke menduar si do e mbaje veten edhe një ditë tjetër, por ti nuk u dorëzove. Ti nuk je thjesht i fortë. Ti je transformuar, pas kësaj, ti nuk je më i njëjti njeri, e kaluara nuk të kontrollon më, njerëzit nuk kanë më pushtet mbi ty, fjalët që dikur të rrëzonin, sot nuk prekin më, shikimet që dikur të gjykonin, tani të duken bosh. Sepse tani ti e di kush je. Dhe më e rëndësishmja, e di çfarë nuk je më ai që lypte dashuri, nuk je më ai që zhytej në faj edhe kur nuk ishte faji yt, nuk je më ai që priste që të tjerët ta shihnin vlerën tënde. Sepse ti vetë ke filluar ta shohësh vlerën tënde, tani ec përpara pa frikë, disa do pyesin, çfarë ndryshoi tek ai? Por ata nuk pan çfarë ndodhi brenda teje, ata pan vetëm sipërfaqen, ata nuk e pan plagën që ti mësove ta mjekosh pa zhurmë, ata nuk e pan rënien që ti mësove ta përballosh me forcë të heshtur, sepse transformimi yt nuk ishte për t'u treguar, ishte për t'u ndjerë, dhe tani, ti nuk je më thjesht një njeri që ecën, ti je një njeri që flakëron, që ndriçon, që mbart brenda vetes një forcë që nuk mund të thyet më. Shembuj nga bota. Edhe më të mëdhenjt u thyen para se të ngriheshin. Oprah Winfrey u abuzua në fëmijëri, u përjashtua nga televizioni sepse nuk kishte fytyrë për ekran, por ajo u bë një nga gratë më të fuqishme të shekullit. Nelson Mandela kaloi 27 vite në burg, por doli nga prangat jo për t'u hakmarrë, por për të bashkuar një kom. Sepse dhimbja e tij u kthye në paqe. J.K. Rowling, autorja e Harry Potter, jetonte në varfëri, refuzuar nga shumë botues, para se të bëhej një nga shkrimtarët më të suksesshme në botë. Steve Jobs, themeluesi i Apple, u përjashtua nga kompania që vetë krijoi. Por ai u kthye më i fuqishëm dhe revolucionarizoi botën e teknologjisë. Çfarë kanë të përbashkët të gjithë këta? Ata u thyen. Por nuk u dorëzuan, ata ranë. Por u ngritën më të fortë, ata e kuptuan që dhimbja është vetëm një fazë, që humbja nuk është fundi, që pas errësirës vjen drita, dhe nëse nuk vjen vetë, ti vetë e krijon atë, pas kësaj, askush nuk mund të të thyejë më. Sepse ti tashmë je çeliku që u kalit në zjarr, çfarëdo që të ndodh nga sot, ti e di që do e përballosh, sepse ti nuk je më ai që ishe, je më shumë, je më i fortë, më i vetëdijshëm. Më i qetë, nuk kërkon më zhurmë, sepse e njeh fuqinë e heshtjes, nuk kërkon më hakmarrje, sepse ke kuptuar se paqja është fitoria më e madhe. Dhe po, tani është koha jote, ec me krenari. Ec me qëndrueshmëri, mos e harro asnjëherë, ti je më shumë se sa çdo gjë që ke kaluar, dhe pas kësaj, askush më nuk mund të të thyejë. Shumica e njerëzve jetojnë sikur kanë gjithë kohën e botës. Sikur mund ta shtyjnë guximin për nesër, ëndrrën për një tjetër ditë, ndryshimin për një tjetër javë. Por e vërteta është kjo, jeta nuk pret askënd, në këtë udhëtim të quajtur jetë, çdo ditë është një mundësi për të ecur përpara. Jo për të vrapuar me perfeksion, por për të hedhur vetëm një hap. Edhe nëse është i vogël. Edhe nëse nuk të shpje larg menjëherë. Mjafton të jetë përpara. Kjo video nuk është thjesht një motivim kalimtar. Është një thirrje për rilindje personale. Për t'u çuar. Për të mos pranuar më arsyetime. Për të qenë ti forca që do të lëviz jetën tënde. Frika dhe dështimi, jo fundi, por fillimi. Një nga historitë më të njohura është ajo e Thomas Edison, shpikësit të llambës elektrike.
Kur u pyet si ndjej që kishte dështuar 1000 herë përpara se ta shpikte llambën, ai u përgjigj, nuk kam dështuar 1000 herë. Kam zbuluar 1000 mënyra si nuk funksionon. A e kupton thellësinë e këtij mesazhi? Dështimi nuk është fundi. Është rruga. Disa njerëz dorëzohen pas dështimit të parë. Të tjerë pas të pestit. Por vetëm ata që nuk ndalen kur arrin të shohin dritën në fund. Nëse sot je rrëzuar, mos e shih veten si të dështuar. Ti je në rrugë. Ti je në proces. Ti po rritesh. Dëshira për të ecur përpara është më e rëndësishme se sa çdo rezultat. 2. Mbijetesa në errësirë. Historia e Nelson Mandelës. Nelson Mandela kaloi 27 vjet në burg për idealet e tij. Ai nuk kishte luks, nuk kishte dritë, nuk kishte liri. Por kishte një mendje që nuk mund të burgosej. Ai shkroi, unë nuk jam viktimë e fatit tim. Unë jam kapiteni i shpirtit tim, edhe kur nuk mund të kontrollosh gjithçka rreth teje, mund të kontrollosh vetveten. Dhe kjo është fuqia më e madhe që ke. Nëse Mandela mundi të ruante besimin, durimin dhe forcën për 27 vjet në errësirë, edhe ti mund të përballosh dhimbjen tënde të përkohshme. Mund të ecësh përpara edhe në errësirë. Frika dhe dështimi, jo fundi, por fillimi. Një nga historitë më të njohura është ajo e Thomas Edison, shpikësit të llambës elektrike. Kur u pyet si ndjej që kishte dështuar 1000 herë përpara se ta shpikte llambën, ai u përgjigj, nuk kam dështuar 1000 herë. Kam zbuluar 1000 mënyra si nuk funksionon. A e kupton thellësinë e këtij mesazhi? Dështimi nuk është fundi. Është rruga. Disa njerëz dorëzohen pas dështimit të parë. Të tjerë pas të pestit. Por vetëm ata që nuk ndalen kur arrin të shohin dritën në fund. Nëse sot je rrëzuar, mos e shih veten si të dështuar. Ti je në rrugë. Ti je në proces. Ti po rritesh. Dëshira për të ecur përpara është më e rëndësishme se sa çdo rezultat. 2. Mbijetesa në errësirë. Historia e Nelson Mandelës. Nelson Mandela kaloi 27 vjet në burg për idealet e tij. Ai nuk kishte luks, nuk kishte dritë, nuk kishte liri. Por kishte një mendje që nuk mund të burgosej. Ai shkroi, unë nuk jam viktimë e fatit tim. Unë jam kapiteni i shpirtit tim, edhe kur nuk mund të kontrollosh gjithçka rreth teje, mund të kontrollosh vetveten. Dhe kjo është fuqia më e madhe që ke. Nëse Mandela mundi të ruante besimin, durimin dhe forcën për 27 vjet në errësirë, edhe ti mund të përballosh dhimbjen tënde të përkohshme. Mund të ecësh përpara edhe në errësirë. Zgjimi i forcës së brendshme. Të gjitha këto histori kanë diçka të përbashkët, forcën e brendshme. Jo pasurinë. Jo kushtet. Jo mbështetjen. Por vendimin për të mos u dorëzuar. Forca e brendshme nuk është dhuratë. Është ushtrim. Çdo ditë që zgjohesh dhe përballesh me veten tënde, je duke ushtruar këtë muskul. Medito, shkruaj qëllimet e tua. Mos i thuaj vetes si a dal dot, thuaj, sot do të bëj hapin tim.